Një 15 vjeçar është proceduar nga policia në Shkodër pasi dyshohet se I ka vjellur çantën e dorës një 45 vjeçareje. Sipas policisë, I mituri dyshohet se I ka marrë çantën shtetases banuese në Shkodër brenda së cilës kishte një sasi lekësh. Materialet janë referuar në prokurori për veprime të mëtejshme, ndërkohë një 34 vjeçar nga fshati Grudere është proceduar në gjendje të lirë, pasi dyshohet se ka kanosur me fjalë një 19 vjeçar nga fshati Grud për motive të dobta. Në një tjetër rast, një 62 vjeçare nga Shkodra është proceduar penalisht për mashtrim, pasi një 57 vjeçar ka kallëzuar se ajo, përmes mashtrimit dhe falsifikimit të dokumenteve, I ka përvetësuar një sipërfaqe toke në fshatin Theth, të cilën ai e zotëron me certifikat pronësie. Po ashtu në malësi të madhe është proceduar penalisht edhe një 43 vjeçar nga fshati Gryemir Çezme, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Ndërkohë në lagjen Perlat Rexhepi në Shkodër është shënuar edhe një aksident I lehtë. Një 20 vjeçar nga Fushkruja është dëmtuar lehtë në krah pasi është përplasur nga një automjet që drejtohej nga një 59 vjeçar banues në Shkodër. Për këtë rast, materialet janë referuar në prokurori për njoftim fakti.